mediat sociale që janë, e bojnë që i riu të jetë shumë afër dhe të ketë rol modele të përmasave botërore. Dhe ajo është jo reale të kesh një ashtu rol model. Për një të ri duhet të gjenë rol model në komunitetin ku vepron, sepse ajo është më e përafërt. Ajo është më e përafërt ndaj realitetit që ai e shef dhe nuk e humbën atë prekjen me realitetin dhe me diçka e imponume jo reale që është. Kjo do të kishin qenë disa këshilla apo që të kisha ndame të rritë. Këto ishin 3 këshillat që unë në ditën e përditshme them vetes timen vetë, domethënë, se e kom vrejt. Unë jam person që analizoj njerëzit. Unë jam person që analizoj çdo lëvizje, çdo veprim, Je vigjilente. Unë jam ashtu. Po të lodh kjo apo? Më lodh, definitivisht që më lodh, se mandej një ndryshim i vogël unë them, pse e bani këtë, çka të ndodh, çka është ndja, nervoza, a është kështu, as është kështu. Edhe për atë kum rrit deri te pika ku gjitha këto që i that, unë vetë se i di, edhe ja tham vetes non stop. Edhe për atë më vjen mirë që pas kam qenë me një rrugë të drejtë, edhe në rrugën që duhet me qenë. Gresa mu po më vjen mirë që kur gjë ishte të resë, kom thanë të rritë.